Reagoi ashpër ndaj përpjekjes që provimi i jurisprudencës të shndrohet në fushë për presion politik dhe konfrontim etnik, thuhet në reagimin e ministrit Filkov. Sipas tij, provimi i jurisprudencës nuk është çështje politike, por çështje e profesionalizmit, ekspertizës dhe respektimit të rendit juridik të shtetit. Përpjekjet që detyrimi ligjor për njohjen e gjuhës maqedonase të paraqitet si diskriminim, sipas Filkovit janë manipulim i rrezikshëm me opinionin publik dhe goditje drejt për drejt ndaj rendit kushtetues. Gjuha maqedonase është gjuhë zyrtare në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe themel i sistemit institucional dhe juridik, shprehet ministri i Drejtësisë, për të vazhduar se provimi i jurisprudencës zhvillohet në përputhje me ligjet në fuqi dhe standardet profesionale e jo sipas agjendave ditore politike apo presioneve nga rruga. E drejta për protest është e drejtë demokratike, por askush nuk ka të drejtë që përmes protestave të dhunshme të kërkojë rënimin e kritereve dhe standardeve gjyqësor. Ministria e Drejtësisë, siç thuhet më tej në reagim, mbetet e hapur për dialog institucional të argumentuar, por nuk do të lejojë zhvlerësimin e sistemit të drejtësisë, as minimin e rolit të gjuhës maqedonase si shtyllë e shtetësisë dhe rendit institucional. Gjuha maqedonase nuk është pengesë, ajo është obligim, vlerë kushtetuese dhe garanci për funksionimin e shtetit, thot në reagimin e tij ministri i Drejtësisë Igor Filkov.